U flisim që parë për portokallinë me ndikimin politik që kishte, tani unë dua të kthehem tek humori yt. Kur u kthye humori yt, po them, në një armë politike? A është më saktë? Ose a është dhe nëse është kur u kthye? Kur u kthye nuk mund ta them plotësisht, sepse në fillim ishte në kuadrin e personazhi i parë që kam imituar në portokalli ka qenë Edi Rama, dhe në atë kohë ishte më shumë një performues nëpër rrugët e Tiranës edhe se sa një politikan me peshë të madhe, kupton? Edhe unë bëja një imitues të një performuesi. Ndërsa gjërat ndryshuan me vitet në vazhdim, duke sa më shumë detyra merrte ai, aq më shumë peshë kishte dhe kundra peshë, do thoja unë, numrat që bënim në portokalli. Ndërsa sot që flasim, pa diskutim që qoftë unë si Flor, qoftë personazhet që unë bëj, edhe ky që vazhdoj ta bëj ende, që vazhdon të jetë ende kryeministër, pa diskutim që kanë peshë, besoj fjala që them. Mua më pëlqen gjithmonë të them atë që është e vërtetë, atë që njerëzit përpiqen me propagandë politika, përpiqen me propagandë të japi një formë tjetër, por që në fakt është forma që ka ai mashtrimi, ajo ne jetojmë kryeqytetin, ne jetojmë Shqipërinë, këtë ajër marrim frymë, këto produkte marrim, dhe nuk mundesh në darkë ti të më thuash që është komplet e kundërta, nuk është kështu siç është me ata njerëzit që të njëjtit ftuar darkë për darkë që vinë abone, thot ai, se është po i njëjti. Po. Shiko, pak njerëz kanë përshtypjen që e din, sidomos ata që të kanë ndjekur në radio, por unë mendoj, përveç Edi Ramës që e ke tëndin dhe nuk të konkuron njeri fare këtu, pa i hyrë dhe sinqerisht nuk dua t'i hyj në hak Agron Llakës në këtë pjesë, unë mendoj që ti e luan në mënyrë brillante dhe Berishën. Faleminderit. Të paktën në vetëm se nuk i lidhet shumë imazhi. Jo si imazh, po them si zë. Domethënë herën e parë që të kam dëgjuar, mendova se vërtet kishte telefonuar Sali Berisha. Megjithmonë do them. Shumë faleminderit. Në fakt më kompliment e marr këtë se sa atë personazhin që e kemi në xhep. Çfarë komentesh të bëjnë zakonisht njerëzit sot në 2025 kur ti emiton në Ramën apo Berishën? Berishën emitojmë vetëm në radio, vetëm në radio. Sepse nuk shkon vizualisht, po. Po, edhe një arsye pse ne nuk e hedhim emisionin ton në rrjetet sociale të radio, sepse magjia e radios ajo është, ne e bëjmë për shembull Berishën që është duke notuar nga Korfuzi me not zhyt ka dalë në Kroaci për shembull. apo 10 milion kilometra rrugë që kishte. Po, kam bërë një nga numrat për shembull që kemi rënë një herë të gjithë duke qesh tokë, sepse rikosheti është improvizim. Tha, jam në majën e Çikës në Llogara. Po, na e bëjmë zërin aty. Po mos më kapni mua që të funksionojë. Okay. Kamerat mos kapin Florin, ose mua ose Violën. Jap majën e Çikës. Dhe do hidhe me palosje. Kjo pjesa kemi rënë me lot të qesh gjithë, sepse e rëna ndet ndodhin pas një minutë. Imagjino një minutë. Ishte lartë. Ishte shumë lartë. Edhe kjo është magjia e radios, nëpërmjet efektit. Edhe i pulbar. Edhe njerëzit reagojnë shumë mirë. I pëlqen larmishmëria e personazheve që s'kan lidhje me njëri tjetrin, që nuk bëjnë fare jetën e njëri tjetrit, dhe që ndërveprojnë me njëri tjetrin, përpiqen të flasin të ndërveprojnë me njëri tjetrin. Me shishim tek imitimet, se mos i ngelet qefi, ta bëjmë edhe Ramën. Po, ç'ti ngelet qefi aty? Ai vetëm qef ka, sidomos tash me mandatin e 4, qefi moth, mishi kokër. Ai ka filluar, ka marrë, domethënë ndryshe nga Edi Rama në fillim, ka marrë një qëndrim shumë të ngadalt, sepse flet i qet mes atyre që janë të tredhur profesionalisht, edhe i shef gjithë, i numëron gjithë kohës, dhe është duke parë që ne jemi në erdhën zgjedhjet e tjera. Mandatin e 5 synojmë që në mandatin e 6 të marrim mandatin e 7. Mandatin e 7 sigurojmë 8 për të marrë 9. Dhe kështu
kanë vdek gjithë, janë plak gjithë skenetet, gjithë kështu.